Sa herë kemi dëgjuar zërin e nga shëryer të qamilit të vogël që me drithërim këndonte për një djalë të quajtur Regj dhe për kalin që e mbyti në ditën e dasmës. Por a ishte vërtet kali, apo kjo këngë fsheh një krim të errët, të heshtur për 140 vjet. Në fshatin Stubull, afër Medvegjës, një dasmë u kthye në tragjedi. Dhëndri, Regja, një djalë i fortë, i ndershëm dhe i dashur nga të gjithë, u thirr nga xhaxha i tij për të ushqyer kuajt dhe aty, në stall, u godit me sopat në ball. Jo nga kali, por nga xhaxha i tij Qazimi, nga njeriu që e rriti, nga njeriu që duhej ta mbronte. Pse? Për tokë, për pasuri, për zili. Për dekada me radhë fshati heshti, vetëm nëna, Shaha, e dinte të vërtetën, dhe ajo e tregoi pasi vrasësit vdiqën. Kjo nuk është vetëm një këngë, është një krim familjar i fshehur pas vargjeve. A besoni se zilia brenda shtëpisë është më e rrezikshme se armiku nga jashtë? Shkruani në komente. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.